Hormuzit. Dhe i ka kërkuar të gjitha anijeve tregtare të lëvizjes që të përdorin kraun këtej, pra të mos kalojnë më në mes të gjirit Hormuzit, sepse komplet kjo pjesa deri në mes, ku është territoret, ujërat territoriale iraniane do të bllokohen nga garda revolucionare në këtë stërvitje me që quajnë live fire, pra me zjarr direkt. Me zjarr direkt. Live fire, pra me zjarr direkt. E qartë. Dhe të gjitha anijet do të kanë, kjo do të thotë që në këtë moment, në këtë moment kemi të gjitha anijet, pra kemi një fluks anijesh që vinë këtu. Këtu ngushtohen. Por gjithë këtu mund kalojnë 3-4 anije, 5 anije kosisht. Tashmë kalojnë vetëm anije mbajnë naftë drejtanë mbajse që vinë që sjellin naftën nga Arabia Saudite, nga Iraku, nga ato. Dhe tashmë këtu do të kalojë vetëm një anije. Dhe është përcaktuar që të gjitha anijet duhet të shfrytëzojnë vetëm kraun këtej të lundrimit. E qartë. Pra kraun këtej nga gjiri Oman, nga këto tjera. Dhe do ecin nëpërmjet saj. Pra ka filluar reduktimi i fluksit të anijeve.